Çfarë do ndodhi në ditët në vijim? Do që të kuptosh çfarë do ndodhi në ditët në vijim, duhet të thyet xhami i akuariumit tjerë. Të hyn preshqit brenda në te ky akuariumi i madh. Ata që nuk e kanë ndjekur. Që duhet kalojnë Stelina, duhet kaloj brenda ke shtëpia. Ka një dhomë, ka një akuarium që bravo. Pra janë banorët që janë të mbyllur te akuariumi në Thojza, Stelina, kjo kunata e Selinës, çifti që janë bashkë, do t'i quaj çiftat, përdesa këto ishe dashura ime. Mateo dhe Brikena. Po Brikena, do ketë një zgjim në gjë në ngacmim. Unë ato kam qef pra. Unë ato kam qef. Brikenën me. Do shikojte se sa do jenë të zotë dhe taftë ti ngacmojnë këto të dy që këto të fillojnë ato ngacmime. Pra nëse do duan lëj vërtet. Mateo dhe Brikena janë Unë, Mateo dhe Bukur, për mua është, domethënë nëse produksioni ka një ngjarje tani, zhvillohet ngjarja, ju e dini nga skenar, janë këta të dy. Njëri ka thënë mesazhe, tjetri ka thënë ishe dashura. Për mua kjo, pastaj kunata me ato janë si gjellat e shtëpisë. E ke parasysh gratë e lagjes, më tha i thash të thash. Një kjo dhe e dyta jam shumë kurioze dhe vazhdoj të jem i mendimit që Kristin me Kesin. Si do të vazhdojnë ata të dy? Se dhe ata të dy do kenë një... Kesi tash do ketë fokusin vend tjetër.